Rishtet e vazhdueshme të shiut e kanë nxjerrë nga shtroti lumin Mirusha, duke bllokuar pothuajse tërësisht qendrën e Malishevës. Njëra nga rrugët tranzitëve se u bllokua pas mesditës. E gjendja hiç më e mirë nuk ishte as në damarin kryesor të qarkullimit në qendër të qytetit. Aktualisht ka të hyrje doljet e nënkalimit këtu në qendër të Malishevës për shkak të nivelit të lartë të ujit, i cili ndoshta ka arritur nga 2 deri në 3 metra janë të bllokuara. Shumë fusha bujqësore janë përmbytur, shumë oborre podrume të shtëpive janë përfshirë po ashtu nga uji. Për pasojë është nevojitur zhvendosja e disa familjeve. Gjithashtu kemi pas edhe disa raste të depërtimit të ujit në shtëpi banimi dhe kemi evakuuar 6 familje. Mirë po gjendja mund të them se është e menaxhueshme, deri më tani është e menaxhueshme. Dëmet në infrastrukturën rrugore janë të dukshme, ndërsa ato nëpër shtëpi më pak shkohu i sasisë së madhe të ujit që i ka vërshuar. Në Malishevë por edhe nëpër komuna të tjera, dëme materiale ka, por nuk është raportuar për lëndime në njerëz. Ndërkohë për shkak të situatës, komuna Malishevës ka vendosur të shtyjë për 12 janar nisjen e gjysmëvjetorit të dytë të vitit shkollor për të gjitha institucionet arsimore. Një vendim të tillë ka marrë edhe Juniku, derisa po ashtu kjo komunë ka shpallur edhe gjendje të jashtëzakonshme. Edhe Rahoveci po përballet me vërshime. Në qytet gjendja është pak më e mirë, krahasuar me disa fshatra ku është raportuar jo vetëm për dëme në infrastrukturë e shtëpi private. E rënduar shihet në fshatin Fortes të komunës së Rahovecit, ka pasur nevojë për ndërhyrje të zjarrfiksave në shumë podrume të shtëpive, gjithashtu në fshatin Çiplak të komunës së Rahovecit kemi pasur nevojë të intervenojmë për evakuimin e një familjeje, fatmirësisht nuk ka pasur të lënduar, gjithashtu në fshatin Dobidar të komunës së Rahovecit kemi evakuuar një familje, gjendja për momentin është e menaxhueshme, jemi në jemi të gatshëm të përballojmë të gjitha vështirësitë që mund të na paraqiten. Me vërshime janë përballur edhe Gjakova, Klina, Deçani, Skenderaj dhe disa pjesë të Fushë Kosovës. Për arsye sigurie në Drenas, Rahovec dhe Malishevë, kecja ka ndërprer për 4 orë furnizimin me energji elektrike, pasi uji ka depërtuar edhe në hapësirat e nën stacionit në Drenas.